S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICT Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi i mbasdites, festimi i sikletshëm sot, sepse kishim një kish tjetër në mes. Imagjino se kjo është shërbesa e tretë që ndodhte kjo ndërtesë, ka qenë një në orën 11, që ishte kisha që vjen çdo herë në orën 11, por kishte një ngjarje në mes, që i bie vullnetarët ton ishin çik në stres sepse ne mësuam të vim herët, kurse sot se disa minuta kishin si 30 minuta, 40 minuta. Pavarësisht kohës limituar, i bën çdo gjë gati, kështu që doja një dorë turkite për gjithë vullnetarët e ICF-s që përgatisin dhe bën gjërat. Edhe nëse je i ri për herë të parë, ndiej rahatësinë në shtëpinë tënde. Kam një shokun tim, Pastor Fredin, atje, një dorë turkite për Pastor Fredin. Mirë se na ke ardhur, Fredo, me miqtë e tu. Edhe dua shumë që të ndjeni rahat kushto që është për herë të parë dhe uroj që Zoti ka një mesazh konkret me situatën ku jeti dhe fryma e Shenjtë do të shërbejë eksakt sipas nevojës që ke. Jemi te kjo seria kur kujtojmë 4 gjëra. Kush e amen? Kujtojmë 4 gjëra. Jezusi erdhi, Jezusi vdiq, Jezusi u ringjall e katërta, ai do të kthehet përsëri. Ai do të kthehet përsëri dhe në këtë kohë të vitit kujtojmë sakrificën e Krishtit dhe le të kemi një qëndrim falendërues një çik më shumë këtë muaj, se që kemi muajt e tjerë. Le të jemi më shumë falendërues. Kështu që kot për muhabet, sa falendërues je ti si natyrë? Sa falendërues je si për gjërat e mëdha që ka bërë Perëndia? Për shembull, ai bën që të lind dielli çdo ditë, ai na jep oksigjen falas çdo ditë gjithëve, dha birin për gjithë, ose për gjërat personale, gjërat e tjera personale që kanë lidhje vetëm me ty. Ndoshta familjen, jetën, shkollën, punën. Kështu që vlerësoje veten nga 1 deri te 10, sa falendërues je? Sa falendërues je? Nëse do uleshe, apo ulemi, jemi që jemi ul, edhe do t'i numëroje me nge arsyet për të falendëruar Perëndin. Sa do ishin? A do të marronin gishtat e dorës? Jo, thot Vali, sa, deri ke dyshi? Më shumë. Atëherë, sa do ishin? A ke shumë arsye për të falendëruar Perëndin? Ky është mesazhi sot, falendërues çdo ditë. E dorë shumë që në këtë kohë, me që jemi në kohën që përshkojmë drejt Pashkës, ta ndërtojmë çik më shumë, ta fuqizojmë çik më shumë këtë qëndrim falendërues. Ja, në këtë moment duhet ndaloj të falenderoj ato që na ndjekin online. Që po shoh te kamera këtu, duhet të përshëndes edhe të përgëzoj ty që na ndjek online. Sa qef që me anë internetit ne mund të inkurojmë ty kudo që je, por që ta marrim vesh kush është aty mbrapa, ato komentosh te shtëpia jote, kush është më falendërues. Edhe i çik modeste, mos thuj unë, se s'ka lezet. Thuj ndoshta burri, gruaja, kalamajt, vjerri, vjerra. Kështu që na komento kush është më falendërues te shtëpia jote. Mirë, pra, jemi te kjo Jezus 25, #Jezus 25 është seria. Jemi te pjesa e dytë. Javës tjetër mesazhin e ka Blendi dhe është momenti i hyrjes së Jezusit me gomar në Jeruzalem si mbret edhe shërbëtor. Pastaj bëhemi gati për datën 20 prill që është festa e Pashkës, edhe uroj shumë që kjo seri do të ndihmojë ty të fuqizohesh më shumë në Zotin, sepse festojmë dhe kujtojmë sa herë do donim ta kujtonim çdo ditë pafund atë që bëri Krishti për ne. Ai erdhi si njeri, ai vujti për ne, vdiq në kryq, por pas 3 ditësh u ringjall. Edhe ai na e tha vet, na e ka lënë porosin. Kush e momente porosin që është e Korintasve? Kujtoni vdekjen edhe ringjalljen time. E ka thonë porosi. Ne më duket sikur festojmë Krishtlindje më shumë. Ai s'ka thonë kujtoni lindjen time, ama vdekjen dhe ringjalljen e ka thënë. Kujtoni vdekjen dhe ringjalljen. Prandaj krishterët anë e mambotës kujtojnë në këtë kohë të vitit vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Edhe si janë pak. Të krishterët në botë janë 31% e botës, është komuniteti më i madh në botë, është 2.4 miliard njerëz që kujtojnë në këtë kohë të vitit, Krishti erdhi, Krishti vdiq,
Krishti u ringjall, ai do kthehet përsëri. Edhe për ta bëjnë çik më të veçantë, do t'i them që tani 3 festimet e javës së Pashkës. Jo këtë javë, javën tjetër, te java e Pashkës, kemi 3 festime. Kush e mamen traditën tonë të Pashkës me 3 festime? Kush i kujtohet? Të premte kemi worship night, edhe worship night do jetë te zyrat e ICF-s, edhe aty do marrim dhe darkën e Zotit. Kaq për këtë. Pastaj e dyta do jetë egg hunting, gjyëtia e vezëve, e do jetë te liçeni, gjyëtia e vezëve dhe piknik, te liçeni për fëmijë, për prindit me fëmijë të vegjël, do bëjmë gallat atje, do gjejmë vezën e artë. Ka shumë vezë aty, për një vezë është artë. Edhe e treta është do të mbledhemi bashkë të dielën. Edhe do festojmë, edhe po mendojmë elemente të veçantë për këtë gjë. Por le të themi te mesazhi falendërues çdo ditë. Lexova një histori interesante. Thuhet që është e vërtetë, edhe po si e vërtetë ishte e lezetshme. Kështu që ja, ta them një herë, edhe pastaj më thoni ju si ishte. Po është histori dashurie. Është pak e trisht, por ka një kuptim të bukur brenda, dhe i thash Danielit një foto me një çift lezetshëm, pleq, ulur buz liçenit. Historia është e tillë. Një burr rreth 8 vjetave zgjohet çdo mëngjes, edhe shkonte te azili. Te një azil aty, merrte përdore një grua që jetonte aty, dhe dilnin xhiro bashk dhe uleshin te një liçen i vogël çdo ditë, edhe bënin të njëjtin mohabet. Çdo ditë. Ky burri çdo ditë, ndërkohë që ulej, kishte një ditar me vete, edhe i lexonte asaj të njëjtën histori dashurie. Çdo ditë. Dhe historia është e tillë. Kur isha i ri, punoja në ushtri, që ka dhe me rim. Kur isha i ri, punoja në ushtri, dhe që në vitin e parë, pash një vajzë të bukur, më të bukur sa ajo nuk kisha parë në gjithë jetën time. Dhe vendosa, o martoha e mate, o s'ka. Por fatkeqësisht duhet shkoja në mision, larg shtëpisë, sepse isha ushtarak dhe ma kërkonte puna. Po i shkruaja asaj shumë shpesh, por ajo nuk më kthente asnjë përgjigje letrave të mia. Edhe pse isha i mërzitur, nuk i humba shpresat, i shkruaja përsëri edhe rregullisht. Kur u ktheva në shtëpi, mora vesh që ëma saj i merrte letrat e mia, edhe ajo s'kishte marrë asnjë ato letra. Madje ëma i kishte detyruar të fejojë medike si që të mos lidhej me mua. Por isha i vendosur. Por sa kohë që ajo akoma nuk ishte martuar, kishte një fije shpresë, nuk do dorëzohesha. Gjeta një mënyrë për ta bërë me dije që e doja akoma dhe se ëma nuk ja kishte dhënë letrat. Ajo i gjeti gjithë letrat e mia, edhe ne u rilidhem përsëri bashk. Ne u dashuruam përsëri bashk dhe u martuam bashk. Patëm fëmijë dhe një familje të lumtur bashk. Madje patëm edhe nipër edhe mbesa nga fëmijët tanë. Dhe plaku 80 vjeç. Ja tregonte plakës të njëjtin histori, ditë për ditë për ditë. Edhe sa herë që ai mbaronte në fund të historisë, çdo herë plaka jepte të njëjtën përgjigje. Sa me fat, pas ka qenë kjo grua për të cilën pas ke luftuar kaq shumë dhe pas ke patur një jetë kaq të bukur me të. Por ajo nuk e dinte që ajo grua me fat ishte ajo vetë. Ishte ajo vetë, por s'mund ta dinte sepse ishte me Alzheimer, edhe kjo sëmundja, pjesë e pasojës së kësaj sëmundjes është të fshin kujtesën edhe nuk ma men gjërat që kanë ndodhur më para. Ajo plaka ishte gruaja e tij, por kisha harruar çdo gjë. Por burri i duruar çdo ditë i tregonte të njëjtën histori dashurie, herë pas here. E di pse e nisa me këtë histori? Sepse më duket sikur na ndodhe neve një gjë e ngjashme. Sepse vjen vrulli jetës, edhe na merr përpara, edhe ngarkohemi, edhe harrojmë gjërat e bukura. Harrojmë gjërat që bën Perëndia me ne, edhe në ne, edhe nëpërmjet nesh. Edhe bëhemi me pak Alzheimer në kuptimin figurativ. Bëhemi çik harraq, sepse harrojmë të mirat që ka bërë Perëndia në jetën tonë. Ndodh diçka e bukur, ti lutesh, Zoti vepron.
Kënaqesh, për mas asaj ndodh një sfidë ose një grip apo ndodh diçka. Edhe pastaj ti e harron, edhe na merr jeta përpara, harrojmë mirësinë e Perëndis. Është një histori e tillë në Bibël. Një ditë Jezusi po ecste edhe takoi rrugës 10 njerëz të smur me lebër. Se di që mund të ketë qenë diçka ngjashme si kjo piktura, por lebra ishte smundje shumë e keqe lëkure, e kalpte lëkurën derisa njeriu vdiste, edhe ishte shumë ngjitse gjithashtu. Edhe këto që kishin smundje të tillë, jo vetëm që vuanin fizikisht, por vuanin edhe duhet ishin të shkëputur nga komuniteti, duhet ishin në karantinë. Mamen karantinën e 2020-s. Është e njëjta gjë, duhet shkëputeshin në karantinë, edhe duhet vinin për check-up çdo javë për të parë nëse ishin shëruar ose jo, edhe nëse ju lejohej të ktheheshin në komunitet ose jo. Edhe Jezusi has 10 burra të tillë në rrugë. Edhe ju lutën që t'i shëronte. Jezusi, e di çfarë i tha Jezusi? Jezusi tha, shkoni edhe paraqituni te drejtuesi i tempullit. Dhe rrugës keni për të shëruar. Shkoni, paraqituni atje, edhe që t'ju shikojnë që ju jeni pastruar, edhe që mund t'ju lejojnë që të ktheheni te familjet tuaja dhe te komunitetet tuaja. Dhe ashtu ndodhi. Ato u kthyen, e besuan, e ndërsa po iknin, u shëruan. Edhe kjo ngjan me shumë mrekullit Jezus. Jezusi bënte shpesh mrekulli të tilla, në ecje sipër, në lëvizje sipër, vetëm fliste dhe gjërat. Ma amen historinë e Kornelit, një histori që Jezusi e shëroi atë me wireless, që Jezusi i tha, shko në shtëpi, sepse ai është shëruar, pa e prek fare në distancë, vetëm foli, edhe ndodhi ai shërimi atij. Jezusi bën e gjen Bibël që bën shumë herë mrekulli të tilla. Por si vazhdon historia? Luka 17, vargu 15, thot kështu. Dhe një nga ata, sa ishin? 10. Një nga ata, si e pa që u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndin me zë të lartë dhe falenderonte Perëndin për gjën e bukur që Zoti kishte bërë tek ai. Edhe është çike çuditshme, si ka mundsi, sepse historia thotë ishin 10, pse u kthy vetëm njëri? Edhe na vjen të themi, sa rob koti kanë qenë atëherë? Sa rob mos mirënjohës, sa njerëz mos mirënjohës kanë qenë atëherë? Sidomos ato të 9 herë ishin shumë mos mirënjohës fare. Ishin shumë mos mirënjohës. Por nxitja ime do ishte shiko, le të mos ngutemi. Sepse her pas here edhe ne jemi si ato. Her pas here edhe ne harrojmë sa shumë kujdeset për ne, edhe i marrin gjërat për të mirëqena, edhe harrojmë dorën e Perëndis, harrojmë kujdesin e Perëndis në jetën tonë. Edhe nosha ja të kujtojon ca momente. Nosha në fillim t'ishe të fshati jot ose të qyteti jot dhe thuj, Zot, vesh të fitoj shkollë në Tiranë. Kjo është dëshira ime, kjo është lutja ime. Ka pas një njëri që ka pas të lutjen të fshati jot, 1 dorë, 2 dorë, 3 dorë, gjithsej 3. Edhe unë luta, kjo lutje s'mu dëgjua mo, por të është gjuar ty. Edhe, shikoj, o ti u lute, Zot dua ta filloj. Edhe çano, Zoti e bën këtë gjë, edhe ti erdhe e fillove shkollën. Edhe çano, sa fillon shkollën, fillon ankohesh për mësuesët. Sa të vështirë janë mësuesët, sa e zhurmshme është Tirana nuk jetohet, sa qetësi ishte te fshati im, ose u lutet filloje punë. Zot ndihmon që do filloj punë. Edhe fillon punën, edhe pa bën një muaj çanoth. Fillon ankosh sa i vështirë është pronari, sa i vështirë është puna, ta dishti sa pak paguhem unë, ta dishti sa shumë lodhem unë. Ose luteshe edhe thoje kur ishe beqar, se kur të lidhe me i gocë për smari. Ose me i shumë për smari. Se gjithë po lidhen. Po unë pësës po lidhem. Edhe ti u lute, edhe Zoti e dëgjoi. U lidhe, u martove. Edhe sa u martove, kalojnë ca kohë, fillon ankohesh. Ore, sa menaze pas ka qenë kjo? Sa shumë flis ka kjo? Ose sa pak puno ka ky? Unë e dija që ishte punëtor, ky s'punon hiç. Ose pastaj lute, o Zot, dua të krijoj një familje. Dua të krijoj të kumzhoj shtëpia jon, të ketë një çik zhurmë. Edhe erdhën kalamajt, u mush shtëpia. Edhe sa u mush shtëpia, fillove të ankohesha. Ore, u grim nga pampersat. Ore,
ky s'ti me nalu, ky vetëm qaj, gjithë natën zgjut. Qarë na not në njerëzve që harrem kaj shpejt, gjën për cilin jemi lut, gjën për cilin e kemi dëshiru, edhe kemi kërku Perëndis. Është, na herë na është fiksu ideja që për ta falenderu Perëndin duhet të presim derisa gjërat na bëhen marë. Kur të bëhen gjitha marë, kur të shkojnë gjitha mirë, atëherë do e falenderoj Perëndin. Sepse po pres për këtë, po jo vetëm për këtë, po pres për këtë. Kur të bëhet ky rrjeshti i plot, atëherë do jem falenderues ndaj Perëndis. Por a mund ta falenderojmë Perëndin në çdo kohë? Edhe njëra prej jush dua ta ftoj këtu, sepse Gjeni Gjoni, hajde këtu. Sepse Gjeni Gjoni pavarësisht se ka pas një 6 muaj furtun fare, ka gjetë momentin dhe kohën, edhe pavarësisht situatave, ka qenë falenderuese. A do na e thushe Gjen? Patjetër, në kënaqësi. Si fillim që kemi, unë dua të ndaj me ju 2 momente kur kam gjerë Zotin më afër se asnjëherë tjetër. Në një periudhë shumë të shkurtër, humba 2 nga njerëzit e mi më të rëndësishëm. Në fillim të nëntorit humba gjyshen time, dhe në fillim të shkurtit, ndjeva një dhimbje shumë të madhe sepse humba xhaxhain tim. Pas humbjes së xhaxhait, u mbylla shumë në vetvete, edhe nuk doja pranë askënd, nuk doja të flesja me njëri, doja të qëndroja vetëm. Dhe në këto momente fillova të mendoj, a jam vërtet unë vetëm? Dhe mendja më thoshte, jo Gjeni, ti nuk je vetëm, ti më ke mua pranë. Dhe ky zëri ishte zëri i Zotit që nuk kishte lënë asnjë moment vetëm. Në të gjithë këto momentet ai ishte pranë meje për të më shëruar këto plagët që ishin njëra pas tjetrës edhe më ishin si një bombë e madhe. Edhe në këto momente filluan të më kujtoheshin ca fjalë që dikush më kishte thënë në një konferencë dhe më tha, Gjeni, ti je dritë dhe ti do të kesh favor dhe forcë në çdo gjë që Zoti. Nuk ishte dritë, ishte lighthouse, ishte fari. Kush Aleandro? Lighthouse është fari. Të njëjtën gjë, si që thanë gocat. Të njëjtën gjë, më thanë. Ishtë data për adult. Edhe, çuditërisht, unë librin tim të preferuar, nuk e di sa nga ju e kanë, janë Psalmet tek Bibla. Është libri ku unë gjej qetësi dhe paqe në momente kur unë kam dhimbje dhe zemra ime është e lënduar. Dhe vargjet që lexova ishin tek Psalmet 34, vargjet 15, 17 deri në 19. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmat e tyre. Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i shëron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të ndëmtuar. Të shumt janë vuajtjet e njeriu të drejtë, por Zoti e shëron nga të gjitha. Këto fjalë më kujtuan që nuk isha vetëm. Zoti ishte aty me mua. Ai shëron, ai duron britmat tona kur ne bërtasim, edhe ai shëron nga çdo e keqe dhe ishte sikur kisha harruar t'i thoja faleminderit Zotit për të gjithë gjërat e mira që kisha në jetë dhe ishte fiks ky momenti që thash Gjeni ke kërkuar llogari Zotit para ca ditësh dhe nuk i ke thënë faleminderit për pjesën tjetër dhe forcën dhe gjithë guximin që ai dha dhe të përballoje dhe të filloj jetën normalisht si çdo ditë tjetër të jetës tënde. Shumë e bukur. Shumë faleminderit Gjeni, do të kite shumë fort. Të duam shumë, të kemi shumë Gjan. Rof Gjeni, është shumë histori e bukur edhe fuqishme, me që ti po lexoje të psalmet, edhe unë do shkoj të lexoj psalm. Edhe është psalmi 103. Është e njëjta gjë, është psalm falenderimi, edhe ajo që do të bëj ndërkohë që lexojmë psalmin 103, e ndërkohë që dëgjojmë historinë e Gjenit, hajde shohim, marrim ca parime falenderimi, edhe shohim dhe përfitimet e falenderimit. Psalmi 103. Edhe e parë që do shohim është falenderimi të ngrej lart, falenderimi të jep forcë, falenderimi sikur të jep krah. Psalmi 103 thot kështu. Edhe është këngë madje, nuk e di, e sikur që gjithë e dim të këngës, është goxha këngë e vjetër. Beko shpirti im Zotin. Dhe gjithë ato që janë tek unë, çfarë kuptimi ka? Gjithë qendja ime, çdo gjë që është brenda meje, të bekoj emrin e tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. Edhe është shumë psalm i bukur. Edhe kënaqemi tu e lexu, po një gjë që nuk e dim ose ndoshta pak e dinësh
çfarë po ndodh me Davidin kur e shkroi këtë psalm. Sepse Davidi e shkroi këtë psalm, Davidi ishte mbreti i Izraelit, edhe ai kishte çdo gjë që i duhej. Kishte pasuri, kishte influencë, kishte ushtar, shtëpi gjigande, kishte grua, kishte gra, numër shumës, kishte shumë gra. Edhe në kohën e njëri thotë, nuk është leje kjo është, se kjo është në rastin e Davidit. Davidi ka jetu 1000 vjet para Krishtit, i bie ka jetu para 3000 vitesh. Edhe është, po ta kishte Davidin dhe i thojë, o David, si ja dile me gjata gra? Unë menoj, burrë është që ai mund marrë një grua të lumtur. Si ka marrë gjithë ato gra të lumtura? Punë tjetër kjo. Do bëjmë një herë tjetër mohabet për martesën, por le të shkojmë, shiko, kur Davidi shkroi Psalmin 103, i ka ndodhur një hall i madh. Edhe ajo që ka ndodhur është djali i tij ka vdekur. Edhe është në këtë moment ai po kalon një dhimbje shumë të madhe. Edhe në mes të kësaj dhimbje, e di çfarë thot shpirti im, let mos harroj asgjë të mirë që Perëndia ka bërë. Edhe është, kush e di të shkuarën e Davidit, ai pati një fëmijë shumë të vështirë, në vlerësuar nga vëllezërit, i urryer edhe i përndjekur nga mbreti Saul për 20 e kusur vjet, ndërkohë që ai madje donte ta vriste, por ama në çdo kohë ai tha gjithsesi shpirti im do ta lavdëroj Perëndin gjithë kohës. Edhe për Davidin e di çfarë ishte, pavarësisht çdo lloj rrethane, çdo lloj situate, për Davidin ishte Perëndia është themeli i jetës sime, baza i jetës sime. Edhe me që kemi miq gjerman këtu, do të them një thënie nga një gjerman, edhe është Bonhoeffer ka thënë kështu. Ky gjermani, do you guys know this guy? Kështu që sigurohen që i përqafoni gjermanët parë se tikin, se nuk duken kështu kaq të ftohtë sa që janë gjermanët, janë të dashur, janë të mirë. E nesër do janë në Pogradece, do rrinë 4 ditë atje në Pogradece, e pastaj nuk do kthehen më. Kështu që ka mbaroi koha me ne. Edhe ju kemi lënë kështu si i kemi thënë nga ju të 7 njërin do ta mbajmë këtu, po se dim cilin do mbajmë, kështu që do ta vëmë kështu me letër me short, kujt i bjeri numri. Por Bonhoeffer, ky që ishte pastor gjerman, edhe teolog gjerman, jetoi në kohën e nazizmit në Gjermani. Edhe vojti shumë për shkak të besimit të tij, edhe vdiq i ri. Por në mes të gjithë vujtjeve naziste ai tha kështu: mirënjohja është diçka që duhet mësuar dhe praktikuar. Edhe kur e thot ky vëlla, që ka kalu kushte të tmerrshme, mizore, është tamam për t'ja vënë veshin, sepse arriti ta mësonte. Arriti të gjente diçka për qenë mirënjohës, për qenë falenderues në mes çdo lloj rrethane. Por si ta mësoj, si të praktikoj mirënjohjen? Për ta bërë kështu të thjesht, kam gjetur një tabel rruge, tabel qarkullimi, se s'pa i gjej fjalën. Le të shohim kush e ka marrë patentën me lek. Ashtu, Vino, e bëra pa. Le të shohim kush di me lexu këtë tabelën, të më thonë. Kjo është kjo tabela që vendoset në rrugë dytësore para se të hysh në rrugë kryesore. Të rrugët e vogla para se të hysh në rrugën kryesore është kjo tabela, edhe ka një kuptim që shpjegohet me 3 fjalë. Ndalo, siguro, kalo. Ndalo, siguro, pastaj kalo, futon rrugë të madhe. Edhe mendoj që është ilustrim fantastik për të praktikuar edhe për të mësuar mirënjohjen. Se imagjino, ti në mëngjes po del nga shtëpia, edhe po del nga korridori, nga kjo rruga dytësore, për të hap derën dhe për të hyrë në rrugën e madhe, që është dita jote, që mund të jetë puna apo çado që të jetë. Kështu që mëngjes, para se dalish, ndalo, së pari, sigurohu që po fillo ditën me falënderim. Zot, faleminderit. Zot, shpirti im bekon. Zot, faleminderit për këtë, për atë. Pastaj kalo, pastaj filloje ditën, matan portostante, matan shtëpisë tënde dhe thuaj, Zot, unë do ta bekoj emrin tënd sot. Nuk e di çfarë do ndodhi, as e kam kokrën e ides çfarë do ndodhi sot, por e di që ti e di.
Edhe për shkak se ti shkon para meje, unë e di që do jetë një ditë e bekuar dhe unë të them si Davidi, do ta bekoj emrin tënd edhe s'do ta harroj mirësinë e Perëndis. Në njëri më thot, po qa mirësie po thu ti? Se unë s'po shoh asgjë të mirë. Sepse unë në punë s'jam. S'jam mirë nga shumë drejtime. Unë s'jam mirë në Shqipëri. Mos më pëlqen, këto Gjerman vinë në Shqipëri, unë do të shkoj në Gjermani. Ose shiko, mirënjohja nuk ka të bëjë me gjërat që ke apo nuk ke. Nuk do jetë asnjëherë kështu. Është qëndrim zemre, është diçka që ti e kultivon sepse e di që kudo që ti jesh, Perëndia do jetë me ty. Unë e di që rrethanet e mia s'do jenë perfekte, por e di që çfarë, Perëndia do jetë me mua. Edhe asnjë lloj rrethane nuk do të më pengoj të falenderoj Perëndin për të qenë mirënjohës. Më tha një shok para ca kohësh. Edhe tha, shiko, ti Altino dhe ti Ada, ti normal që e falenderues vëlla. Se ti familje ke, punë ke gjëra që unë si kam. Ti kisha unë ato që ke ti, falenderues do isha dhe unë. Edhe po menoj, i thash, o shoku, prit se ti akoma je beqar. Nuk më ngrehesh i ditë mëngjes edhe puf, ke familje, ke çun 20 vjeç, edhe gjitha do të lidhesh herë. Do të fillosh herë. Pastaj të martohesh, pastaj të bësh ato kalamajt, pastaj të rrisish, pastaj të punosh për këto gjërat, pastaj se nuk ndodhin vetvetiu. Edhe vërtet është, nuk e di a ke gjetë ti njerëz, ka ca njerëz që janë ankus gjithkohës. Pa e pata një afër, më së drejto me kishtë. Se mund të jetë në një afër teje aty. Shikosht, ka njerëz që janë ankus gjithkohës. Mbajmen, ca miqtë tonë që ishin, që kur ishin beqar, që atëherë, ankoheshin gjithu martun, vetëm unë s'jam martu. Zoti bërit mundur, që ky personi u martu. U martu, ankohej për burrin. Pastaj ankohej për kalamajt, pastaj ankohej për punën, pastaj ankohej për makinën, gjithkohën, edhe po të ulesh sot e 20 ca vjet bashk, po e gjete me kënë gjambi seda. Gati e njëjta me 20 ca vite më para. Edhe kur marrën ankesat e veta, fillojnë me hallet e tjerëve. A e ti çaj ka not njëri të puna ime? Se mbaroj hallet e veta, s'di çat ankohet më, ose a e pe ti se ça ka not e lagja, ose a e peti këtë ke TikToku, a e peti, do t'a gjej pa tjetër diçka për të cilën t'ankohet. Por shiko, kur lexon Dhjetën e Vjetër, ankesat bllokojnë bekimet e Perëndis. A e di ku e gjem? Kush e ma men, kur izraelitët ankoheshin, ç'a bëri Perëndia? Nuk besuan, nuk falenderuan, vetëm ankoheshin, edhe murmuritën, edhe di ç'a ndodhi, u bllokua ajo që Perëndia kishte për ato. Humbën kohë, u lodhën, humbën vite, edhe ndodhi që 40 vite u vërtallisën në përshkretir. Shumë janë 40 vite. Vetëm sepse ankoheshin gjithkohë, nuk ishin falenderues, edhe u thik besimi i tyre. Prandaj nxitja ime do ishte, le të jemi ndryshe. Le të jemi falenderues, kemi shumë gjëra për të qenë falenderues. Falenderimi ka shumë përfitime në falenderim. Kështu që një nga gjërat që mendoj që na mbyt edhe na dëmton është kjo. Mos e krahaso veten me të tjerat. Pse? Sepse gjithmonë do gjesh dikë që është nën ty, edhe çfarë do ndodhi? Do mburresh. Sa mirë që jam ose këto marrun këto. Edhe vërteta është, gjithkohën do gjesh njerëz që janë mbi ty, e do ndihesh inferior. Edhe vërteta është, shiko, ti je unik. Ti e ti. Rrethanat s'kan lidhje me qëndrimin falenderues. Shkrimi thot, kush është besnik me të vogla, do të jetë besnik edhe më të mëdha. E vërteta është, nëse dikush nuk është falenderues sot në shtëpi me qera, s'do jetë falenderues as kur të ketë shtëpinë e vet. Nëse dikush nuk është falenderues për shkollën, ka gjasa s'do jetë falenderues kur të ketë punën. Kur dikush nuk është falenderues kur të jetë beqar, gjasat janë s'do jetë falenderues edhe kur të martohet. Nuk varet nga rrethanat, varet nga qëndrimi yt. A do zgjedhësh të jesh falenderues ose ankus? Si tha ai shoku jon gjerman, Banhofer, mirënjohja është diçka që duhet mësuar, nuk vjen natyrshëm. Është diçka që e praktikon dhe mëson edhe i kujton vetes si mësohet, i kujton vetes Perëndia është i mirë.
Shpirti im do bekoj Zotin gjithsesi në çdo lloj rasti, edhe nxitja ime do ishte praktikoje këtë gjë. Praktikoje kur je duke nejt. Gjej një moment edhe i falenderues ndërkohë që po pret autobusin, falendero Perëndin. Zot faleminderit për këtë, për atë. Edhe nëse nuk gjej gjëra për çfarë ta falenderosh, edhe je akoma gjallë, falenderoje që je gjallë. Falenderoje që je gjallë, që Zoti ka dhënë, edhe di tjetër si ajo tabela, ndalo, siguro, pastaj kalo, ndalo, falenderoj Perëndin, pastaj vazhdo para. Më duket se Bonhoeffer e ka mësuar nga Pali. Çfarë tha Pali te Filipianët 4:11? Kush e ka mend? 4:11 Pali është me që kishim te seria para kësaj Filipianët, konteksti është qartë. Pali është ku? Te Fafa, në Durrës me pushime? Pali është në burg. Pali është në burg, edhe në mes të aty rrethanave tha, unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Jam mësuar, nuk vjen natyrshëm, është diçka që mësohet. Edhe nëse e mëson përfitimi tjetër, falënderimi rregullon perspektivën. Falënderimi rregullon perspektivën. Hajde lexojmë psalm tjetër, ose tamam me njëjti psalm për varg tjetër. Psalmi 103 jemi. Ai Perëndia, ai të fal gjitha pausit dhe të shëron të gjitha sëmundjet. Sa e bukur kjo. Se mos në këto kohë, Krishti erdhi dhe vdiq në kryq dhe aty mori mëkatet tona, sëmundjet tona, mallkimet tona, ligësitë tona, çdo gjë të keqe tonën. Pyetja është, a je falenderues? 2 javë para Pashkës, a je falenderues që Krishti e ka bërë këtë gjë? Krishti merret me jetën tonë në të treja dimensionet e saj. Sepse e pastron të shkuarën, i jep kuptim të sotmes, edhe siguron përjetësinë për të ardhmen. Edhe është, shiko, po lexoj një gjë të tillë, edhe më duket që ke egzageruar, edhe lexova një gjë të tillë që thonte, mëria, ankesat, zemërimi, mosfalja, murmuritja dhe emocionet të ngjashme të tilla të sëmurin fizikisht. Të sëmurin fizikisht. Madje, ne thonte që një moment zemërimi, kur ti ke parasysh ku bërët kalamajve? Jo, se ke parasysh. Ke parasysh ku nxehesh? Një moment zemërimi e ul imunitetin e trupit 4 deri 5 orë. E thash, qa thumë, vë? Unë që jam pa imunitet fare. Kështu që, kam një shokun tim, më duke egzageruar, kam një shokun tim, Gleni Sinën, edhe shok, edhe për shumë për jush, edhe Gleni po studion, edhe po i thë, Gleno, shiko qa po lexoja, a është e vërtet kjo? Edhe Gleni tha, egzakt të gjë po studiojmë në shkollë tash. Emocionet edhe shëndeti fizik. Se si këto emocionet, inatet, mosfaljet, zemërimi, të qenit ankues, të ulin imunitetin, edhe tje duke thithë çdo lloj virusi që është vërtet, sepse të ka rënë imuniteti. Nga gjithë to emocione, nga gjithë to ankesa, nga gjithë ky qëndrim negativ që po jep mendjes tënde. Edhe është ai studimi tjetër, ndoshta për këtë kam thënë, që njerëzit që shkojnë në kish jetojnë më gjatë. Kjo është qef, njerëzit që shkojnë në kish jetojnë 4 deri 6 vite më gjatë. Edhe po menojon mos nga që ata që janë te ICF-ja falin më kollaj. Nuk mbajnë mëri. Jam mirënjohës, jam falenderus. Mos ky studimi është për këta. Mos ky studimi është për na jetojmë më gjatë. Sepse i falenderus, sepse fal, sepse nuk mbledh mëri, nuk mbledh inate, nuk mbledh gjëra të tilla. Vargu 4, po te Psalmi 103. Ai kush Perëndia shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe kurrizon me mirësi dhe dëmshuri. Sa i bukur. Ti kujton vetes kush është Perëndia yt? E ti thua, unë nuk jam i përsos, Zoti është i përsosur. Vargu 5. Edhe për shkak se ai është atë perfekt, e di çfarë bën ai te vargu 5? Ai Perëndia ngop me të mira gojën time dhe të bën të ri si shqiponja. Çfarë premtimesh? Ai pesat bukura. Ai do të ngop, ai do të drejtoj, ai do të udhësoj. Ji falenderues Perëndis për gjërat që ka bërë, për gjërat që ke. Sigurisht ndërro, kërko, insisto. Krishti vetë ka thënë, është thënë shumë herë në Bibël, kërkoni, po ndërkohë që kërkoni dhe prisni, ndërkohë jini falenderues për atë që Zoti ka dhënë sot. Edhe shiko, njerëz të tillë besojnë që shiko, me Perëndin çdo gjë është e mundur.
Që ata mbyllim psalmin 103 shpejt. Tash Zoti interpretoj vetëm do t'i lexoj. Po dua vëmendje tash. Vargjet 8 dhe 9. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut. Është i ngadalshëm zemërim dhe i madh në mirësi. Ai nuk krindet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë. Vargjet 10 dhe 11. Ai nuk na trajton siç e meriton mëkatet tona, o sa mirë. O sa qef. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona, nuk na dënon në bazë të fajeve tona, sepse sa të lartë janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Vargje 12-13. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Vargjet 14-16. Edhe 3 vargje kemi. Sepse ai e njeh natyrën, ai na njeh si jemi ne. Edhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njeriut janë si bari, ai lulëzon si lulja e fushës. Nëse era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Vargu 17, por. Mirësia e Perëndis vazhdon nga përjetësia në përjetësi. Zoti ka qenë i mirë që me ilirët, që me arbrit, që me shqiptarët, që me 4 gjyshin tënë, me gjyshin tënë, me babën tënë, me ty, dohet me niprit, si ajo kënga, brez pas brezi, pas brezi. Mirësia e Perëndis do të vazhdoj për jetë. Edhe shok, kemi shumë arsye për që jenë falenderus. Edhe në këto 2 javë, ndërkohë që po afrojmë drejt Pashkës, le ta shtojmë të qëndrim falenderimi. Le të gjejmë. I ligu do mundohet të na bëj të jemi të rishtushëm, na bëj që të shqetësohemi, le ta mbushim goje me falenderime. Edhe në këtë kohë që a lutemi bashkë. Do doja ta vazhdoj çik më gjatë predikimin, po a lutemi bashkë dhe pastaj do të them një gjë të fundit. A lutemi bashkë, po hajde ta praktikojmë bashkë tamam. Kështu që do të nxisja që ndërkohë që lutemi bashkë. A do jesh falenderus për duke i nërmu me gishta? Nëmroj me gishta. Atë falenderit. E thuj atit. Lutu tash i gjej arsye për të falenderuar. E di ndoshta dikush është akoma i trishtuar sepse ashtu e ka një hall, apo është i smur, apo ka një sfidë mes gjithë gjërave, si dëshmia e Xhenit, si dëshmia e Davidit dhe Psalmi 103. Shpirti im do bekoj Perëndin. Hajde në mërsh, hajde në mërën bashkë. Thuaj atit me gishta, Zot një, të falenderoj për këtë. Thuaj. Zot një, e dyta, të falenderoj dhe për këtë. Thuaj atit. Zot falenderit. Zot falenderit. Zot falenderit. Thuaj ati. Kemi shumë arsye për që e falenderus. Thuaj atit. Shkrimi thot çdo gjë e mirë vjen nga ati i dritave. Çdo bekim që kemi vjen prej teja atë. Në emrin e Jezus të falenderojmë. Thuaj atit. Për çfarë falenderon? Ti më njoh sot për ditën, për diellin, për orët, për oksigjenin, për jetën, për familjen, për punën, për kalamajt, për nusen, për familjen e madhe, për gjithë bekimet e tuaja, Zot, për këtë kish, për secilin në këtë kish, për dhuntit që ju ke dhënë, për përburimet që na ke dhënë, për energjinë, për pasionin, për këtë Shqipëri, për çdo gjë, ti më njoh. Gjej arsye, falenderoj Perëndin. Sot falenderojmë, Zot. Qofshin këto 2 javë, sidomos kjo javë që po vjen, qoftë kështu fantastike, me shpinë drejt, edhe gjithkohë me qëndrim falenderues. Atë falenderoj për këtë, atë falenderoj për këtë. Mes çdo lloj sfide. Sepse e di, Zot, fuqia jote qëndron mes lavdërimit. Kur izraelitët lavdëronin Perëndin, Perëndia bënte mrekulli.
hapte dete, ndalon të lumej, mund të armiq, bën të gjithkohën diçka. O Zot, falenderojmë, o Zot. Në emrin e Jezus, falenderojmë. Do doja ta mbyllja me këtë gjë. Sidomos nëse je për herë të parë në kish, do doja të shtoj vëmendje kësaj. Se di çfarë mendoj ndonjëherë. Më duket sikur fryma ankuese ngjan si fryma e jetimit. Jetimi ç'a ndjesi e ka? Jetimi ka frikë, ka pasiguri, sepse nuk ka një atë që kujdeset. Nuk e di ç'a do ndodhi nesër, nuk e di kush do kujdeset për te, nuk e di kush do t'ja blej këpucët, nuk e di kush do blej bukë për te. Kurse bijtë e Perëndis kanë atë si atë, janë të sigurt në premtimet e tij, në dashurinë e tij. Pra nxitja ime do ishte, nëse se ke zgjedh Krishtin, a do ta zgjedhësh sot, sepse shkrimi thot, ato që besuan dhe e pranuan atë, u bën bijtë Perëndis. Dhe Perëndia u bë ati tyre. Edhe për dikë që është për herë të parë që akoma se ka besu Krishtit, a do i thuash atit? Me i lutë kaq thjesht, o atë, maj sa di, maj sa kuptoj. E besoj dhe e pranoj dashurinë tënde. Faleminderit që solli Jezusin. Jezus e janë jetën time. Dhe nga sot e tutje, drejtoj atë. Pastroje zhullin, rëmujen, likësit, prapsit, gafat, pastroje gjitha, skutat e zemrës time, cep me cep. Unë pendohem, zjedh të pendohem nga rrugët e vjetra, zjedh të vendos ty, Zotin i jetës time. Në emrin e Jezus, më mbush me frymën e Shejtë. Dhe nëse ti e ke bërë këtë lutje, thuaj, lutem edhe e besoj në emrin e Jezus. Amen.